sipas ekonomistëve, ne të dy nuk jemi ekonomist, ju jeni politolog, unë jam i studimeve të komunikimit, por ndjekim moti zhvillimin e këtij shteti. E dim që bazamenti i stabilizimit financiar dhe ekonomik të vendit janë pikërisht këta, 5.2% i shqiptarëve të cilët jetojnë jashtë vendit. A është kjo në një farë mënyrë tendencë për të minimizuar nivelin e përfaqësimit etnik të shqiptarëve në administratën shtetërore dhe publike, që shqiptarët mos përfaqësohen me 29.52%, por me 24.30%? Absolutisht po. Me thënë, nuk është vetëm ajo, gjërat veç më kanë fillu. Ju shifni edhe pa këtë rishikim, me thënë të regjistrimit, do kisha thënë rishikim kushtimisht, ne kemi numër më të vogël të punësimeve në administratën shtetërore. Ne kemi tendencë për zvoglimin e këshilltarëve në për komunat, në për këshillat komunale që do zgjidhen. Më kupton, ishte rasti në Bështivar. Janë dëme shumë dimensionale të cilët i sjellin shqiptarëve. Dhe kur jemi këtu, do të dim qartë një gjë se diaspora shqiptare, konkretisht e Maqedonisë, po gjithandej edhe Kosovës edhe Shqipërisë, nuk është diasporë klasike, sikur diasporat e popujve tjerë të cilët kemi rast në shumicën, kemi edhe miq, edhe Maqedonas, edhe të kombeve tjera, bullgarëve, serbëve. Ato kur shpërngulin që thonë me kakrejt. Shesin gjithçka dhe ikin në Australi, në Amerikë, gjikundin në Evropë, Kanada, ndërsa diaspora shqiptare sama kur ik jashtë për të punu, ato aq më tepër edhe lidhen për vendlindje. Dhe nuk është vetëm aspekti emocional këtu, është aspekti edhe investimeve. Ata punojnë atje, blejnë shtëpi këtu, punojnë atje, blejnë dyqane këtu, punojnë atje, hapin fabrika këtu. Dhe çdo gjë toka për të punuar, do të thënë çdo gjë që blehet është tatim, shndrohet në investim, shndrohet në të ardhur. Nuk janë vetëm remitancat që i sjellin ato në 6 muaj ose një vit, po janë edhe gjenerojnë para me fjalorin e me para thata që i sjellin. Gjenerojnë edhe zhvillimin ekonomik në Maqedoni, dhe duke i pas gjitha këto parasysh, ne në vend se të themi jeni të mirëseardhur, do llogariteni ashtu sikur që duhet bile edhe më tepër, sepse ju jeni faktor stabiliteti të monetar, faktor stabiliteti ekonomik këtu. Ne themi jo, se nuk na duhen, edhe juve duhet ju fshim. Për çfarë? Vetëm se jeni shqiptar.